Si shqyri që kemi, pak anon ka bashkëshortje të gruaja, po në realitet nuk duhet. Për shembull, pse ndodh kjo, ndoshta nga përvoja jote? Automatikisht për shembull si avokat kur do ndaj, thashë në fillim që ka rastet për me propozim të përbashkët dy bashkëshortëve. E kanë kuptuar që ka përfunduar jeta bashkëtorë, po ashtu edhe me paditë të njërin nga palët të cilin inicion në gjykatë. Dhe momenti që qohet paditë, nëse nisohet nga ana e bashkëshortit, automatikisht i mirët një konacion tjetër tek bashkëshortja, pse që bashkëshorti ka iniciuar rastin, bashkëshortja është fajtore, nuk është gjithmonë kjo. Janë faktorë të ndryshme dhe më herët ju tregova, që nuk është gjithmonë fajtor bashkëshortja. Janë të dytë, përderisa ka momentin të shkurorzimi janë fajtor të dytë. Njëri kontribon më shumë, tjetri më pak. Po sukses është komunikimi. Okej, komunikimi është ndosh, po janë probleme të ndryshme. Ama për shembull në Kosovë, çiftet, a din me komuniku me të vërtetën sa i përket divorcet? Absolutisht jo. Absolutisht. Këto probleme që vinë në gjykatë, jo. Momentin ne si avokat, si profesionist, absolutisht unë parën e marrë dhe pyes. Procedurë, çish ka rrit deri këtu? Sa fëmijë kanë, pse ka rrit, a çfarë komunikimi, gjitha paraprakisht na marrim si analizë deri ku ka rrit, kush është pak edhe iniciator apo fajtor. Arsyet të shkurorzimit. Dhe jo, nuk më respekton ja për buk, për shembull për buk. Nuk më gati del, rinë për shembull rrjete sociale tjera, këto janë faktorë banal. Kjo është banale, është kjo. Ja ke pëlqy fotot aty, ja ke bëllajt aty, ja ke diskutu, më pengon kjo, të lutem, nuk kam dëshirë kjo, ullet, komunikojnë. Është mirë edhe distancët që tha dhe psikologu, pak një distancë me pas. Edhe i të tregon, rifreskohet lidhja. Kjo është ajo, e tani ka rastet për shembull që vetë pale thot e kom qu bashkëshorti ka shku tek motra jashtë 1 javë, 2 javë, kur ka çfarë dashnie kom pas. Pse të më thënë, rifreskimi i lidhjes aty. Janë të faktor, po gjithmonë çiftet do të kenë kujdes me fëmijët. Ata janë viktimë gjithmonë. Edhe që tha tek shkurorzimi dështim apo shpëtim është divorci. Është edhe shpëtim. Kemi rastet që fëmijët të cilët rritën në një ambient toksik, të rrezikshëm, ai është i rrezikshëm për shoqërinë. Ndoshta më mirë jetojnë me dy prindë të divorcuar se sa. Çështja e divorcit, shkurorzimit mirë është divorci, po interesimin prindëror me pas. Kemi raste që janë të divorcuar, po ai shkon me fëmijë, shkon ka takim, shkon me merr për sport, gjitha aktivitete mirët, ai nuk e vren që janë të divorcuar, të shkurorzuar. Dhe sa një bën një farmoshe. Patjetër. Jo me kriju panik tek fëmija, me po kriju panik dhe probleme. Fëmijët të cilët rritën në një ambient toksik, familjar, probleme të vazhdueshme, predispozitat janë që edhe si praktik që i kam si avokat, janë mirën me substanca narkotike, devijimet të ndryshme, dalin edhe nesër janë të rrezikshme për shoqërinë. Po, të kenë kujdes para se me kriju një familje, të kenë shumë kujdes. Kur të krijon familje, edhe çështja e shkurorzimit kenë kujdes, që fëmijët mos jetë viktimë. Kjo është qëllimi kollektiv. Te mosha 26 vjeçare jap alimentacion për edukim risocializim të fëmijës, është e kanë obligative çifti.